Argjinaturat e fushës së Maliqit prej vitesh nuk kanë përfituar investime kapitale duke u lënë vetëm në proces mirëmbajtje periodike. Kjo situatë ka bërë që infrastruktura mbrojtëse të mbetet e brisht përballë rreshjeve dhe prurjeve të shumta të lumenjve. Brenda pak ditësh, çarja në 2 pikat e argjinaturës së lumit Devoll në fshatin Sheqeras ka sjellë përmbytjen e rreth 4000 hektarëve tokë bujqësore, kryesisht në zonën torfike të fushës së Maliqit. Dëmet janë të konsiderueshme, ndërsa fermerët po përballen me humbje të mëdha. Burime pranë drejtorisë rajonale të bordit të kullimit në Korçë bëjnë me dije se ekziston një projekt pothuajse i gatshëm për zgjidhjen përfundimtare të problematikës, po deri më tani ai nuk është vënë në zbatim. Përpasoj, fusha e Maliqit mbetet e ekspozuar ndaj përmbytjeve edhe në rastet kur pastrimet e lumenjve Devoll dhe Dunavec kryhen rregullisht. Specialistët theksojnë se për sa kohë nuk realizohet një ndërhyrje strukturore në argjinatura, përmbytjet do të vijojnë të përsëriten. Situata përkeqësohet ndjeshëm në momentet kur dëmtohen argjinaturat, duke e bërë të pavlefshme edhe punën e kryer për pastrimin e shtratit të lumenjve. Autoritetet lokale dhe fermerët kërkojnë zgjidhje të shpejtë dhe investime konkrete për të shmangur përsëritjen e përmbytjeve që po dëmtojnë rënd bujqësinë dhe ekonominë e zonës.